Në fshatin piktoresk të Kosinës, në bashkinë e Përmetit, vazhdon të ruhet me përkushtim një traditë shekullore, bluarja e grurit në mokër. Ky proces i lashtë, i cili ka mbijetuar brez pas brezi, kryhet nga çifti bashkëshortëve Zerdeli dhe Gjirgji Jorgji, të cilët e kanë trashëguar mokrën nga të parët e tyre. Nuk mungon as kënga popullore, teksa përgatisin grurin e bluar, duke i dhënë kështu jetë një zakoni të lashtë. Zerdeli, apo pse mu qele mo qëtani, pe me bukur Zerdeli. Këtë ne kemi trashëgimni nga brezat, kjo të paktën duhet ketë 80 vjeç. Edhe tani që erdhi koha që na duhen të tëra gjërat bio, ne kemi përdorur dhe në familjen më përpara, po tani po na i kërkojnë shumë këtë metodë dhe bëjmë prodhime. Këtë e ka bërë vjerri im edhe vazhdon tradita nga vjera ime e mora unë, tani të shojmë në fund ku do arrim. Prodhohet vit për vit tek ne, është rani ashpër, prodhohet ka parimin e bluarjes në mulli, por kuptohet mokrat janë të përbëra prej 2 gurësh të zi nga dangëllia, her pasere kaliten, ka vegla posaçme që kanë, që e kalisin. Ky ushqim ka vlera të jashtëzakonshme ushqimore, pasi gruri i bluar në mokër ruan të gjitha vlerat natyrale, pa kaluar nëpër proceset industriale. Mbasi e bluajmë, e kalojmë mirë në sitë, pastaj e mbyti me kos. Edhe e lëm 2-3 orë, pastaj e hapim. Dhe ky është shumë i shëndetshëm, se gjithçka është bio. Bluarja e grurit në mokër nuk është vetëm pjesë e jetës së përditshme, por është edhe trashëgimi kulturore e zonës.